Përshëndetje. Shumë njerëz rriten me idenë se lidhja vllazërore është e shenjtë, e pasonueshme, si një garanci dashurie dhe besimi. Realiteti është i hidhur. Fakti se jeni rritur në të njëjtin bark nuk do të thotë se ke ndarë edhe të njëjtin shpirt. Në shumë familje, marrëdhëniet mes vëllezërve dhe motrave janë më shumë arenë konkurimi sesa shtrirë dashurie. Ndonjëherë dashuria përzihet me zili, kujdesi me kontroll dhe afrimiteti me nevojën për të mbajtur nën vëzhgim tjetrin. Të kuptosh qëllimet e tyre, kërkon të heqësh syzet roz që të kanë vënë prindrit me fjalët jeni të një gjaku, ta doni njëri tjetrin? Gjaku po, por nuk do të thotë detyrimisht dhe zemër e njëjtë. E dyta, si lind manipulimi mes vëllezërve. Manipulimi në familje nuk fillon në moshë të rritur. Ai lind që në fëmijëri. Kush merr më shumë vëmendje? Kush qëndron më pak me prindrit? Kush del më i miri? Një fëmijë mëson herët që dashuria prindërore shpesh është konkurrencë dhe ky mësim vazhdon edhe në moshë madhore. Nëse një motra vëlla ka ndërtuar identitetin mbi faktin që është më i përgjegjshmi, më i miri, më i mençuri, ai do të përpiqet ta ruajë atë rol duke të vendosur poshtë ty. Por në këtë rast, shumë herë kanë faj edhe prindrit, sidomos këtu në Shqipëri, kur betohen për kokën e një prej fëmijëve. Janë të tjerë ata që thonë për kokën e fëmijëve, dhe janë të tjerë ata që heq një prej tyre dhe betohet, dhe të gjithë fëmijët e tjerë fillojnë dhe e shikojnë me urrejtje vëllan apo motrën e tyre. Vazhdo më tej. Në praktik, këto shfaqen si këshilla të kujdesshme, pyetje me nënkuptime ose ndonjë kujdes që në fakt është mbikëqyrje. 3. Sinjalet e një qëllimi të fshehtë. Ka disa shenja që tregojnë kur një vëlla apo motër nuk vepron nga dashuria, por nga interesi. Ndërhyrja e vazhdueshme në zgjedhjet e tua. Ky s'është kujdes, është kontroll. Krahasim i pandërprer. Ti, pse nuk bën si unë? Unë nuk do e bëja kur këtë. Këto janë deklarata për epërsi, jo për dashuri. Tjetër, është marrja e meritave për sukseset e tua. Në familje disfunksionale, pra që nuk funksionon si duhet, njëri antar e ndjen suksesin e tjetrit si rrezik dhe përpiqet ta zhduk duke e përvetësuar atë. Mirësia e çuditshme pas periudhave të ftohta. Kur dikush që ka kritikuar pa pushim papritur bëhet tepër i sjellshëm, zakonisht kërkon diçka. Fjalët që duken mbështetëse, por përmbajnë edhe helm. Jam shumë i lumtur për ty. Sado që se prisja kur që të arrije kaq shumë. Në thelb mos gjyko sipas toneve, por sipas efektit që kanë lënë tek ti. Të mbështesin apo të zbehin. E katërta është dinamika e xhelozisë së fshehtë. Xhelozia mes vëllezërve është tabu që pak familje e pranojnë. Asnjë prind nuk do të dëgjojë që njëri nga fëmijët e tij e urren në heshtje tjetrin pse është më i suksesshëm. Kjo ndodh shpesh. Xhelozia nuk është gjithmonë agresion i hapur, siç e përfityrojmë ne. Shpesh faqet si kritike kujdesshme, mungesë entuziazmi për arritjet e tua ose injorim i qëllimshëm i përpjekjeve të tua. Këta njerëz nuk do ta pranojnë kur se të kanë zili. Do të thonë se kam me të keq. Por trupi tyre, toni dhe heshtja pas lajmit tënd të mirë i tradhtojnë. E pesta kur kujdesi bëhet kontroll. Në shumë familje shqiptare, sidomos kur mungojnë kufit emocional, kujdesi vllazëror kthehet në ndërhyrje. Ta them për të mirën tënde. Është një fjali që duhet të ndes dritën e kuqe. Pse? Sepse shpesh përkthehet dua të kem ndikim mbi ty. Një vëlla apo një motër që respekton lirinë tënde të brendshme, të këshillon vetëm kur e kërkon dhe nuk të bën të ndihesh në faj
dhe nuk ndjek këshillën e tij. Nëse pas çdo refuzimit tënd, ai apo ajo ftohet, të ndëshkon me heshtje, ose bën të ndihesh i pabes, nuk ka të bëjë me kujdes, ka të bëjë me pushtetin. E gjashta, shkalla e interesit material. Në familjet ku ndarja e pasurisë është temë e nxehtë, qëllimet e vëllezërve e motrave dalin në dritë shumë qartë. Kush mundohet që të duket më afër prindërve vetëm kur ata janë të sëmurë ose kur flitet për testamentin, s'ka nevojë për interpretim psikologjik. Është thjesht oportunizëm emocional. Në psikologji, ky quhet instrumentalizëm i lidhjes familjare. Dikush ruan lidhjen për shkak të përfitimit, jo për shkak të dashurisë. Në këto raste, ndjesitë e fajit që më të kesh, janë vëllai, motra, duhet të kem durim. Janë thjesht arma që ata përdorin për të mbajtur ty dhe për të qëndruar but. E shtata, pse si dallojmë menjëherë qëllimet e tyre? Pse bie në kurth gjithmonë të njëjtë? Sepse gjykon me zemër, jo me mend. Në marrëdhënie vllazërore, kujtesa emocionale është shumë e fortë. Lidhesh me imazhin e bashkëjetesës me frazën është gjaku im. Kjo e pengon trurin të lexojë shenjat e qarta të manipulimit. Në thelb, dashuria e vërtetë të fëmërisë na verbon ndaj qëllimeve të reja që lindin te të rriturit, sidomos kur përfshihen para, ego ose status. Edhe sepse në shumë kultura, përfshirë edhe tonën, të vësh kufi vëllezërve dhe motrave shihet si të ftohesh me familjen. Në fakt është e kundërta. Kufit ruajnë respektin. E teta, si ti lexosh pa i gjykuar. Nuk ke pse ti etiketosh menjëherë si të këqinj apo të liq. Mjafton ti lexosh sakt. Në vend që të pyesësh, a më do? Pyet si më trajton. Në vend që të pyesësh pse ma tha kështu, pyet çfarë fitoj duke ma thënë këtë. Në vend që të fajsosh veten pse nuk ndihesh mirë me ta, pyet çfarë ndodh me trupin tim kur jam pranë tyre. Nëse ndihesh i tensionuar, i pavlerësuar, ose në mbrojtje, trupi yt nuk gënjen. Ai e kupton qëllimin përpara mendjes. E nënta, si të ruash ekuilibrin emocional. Në vend që të përpiqesh të ndryshosh, ndrysho mënyrën si i qasesh. Mbaj distancë të shëndetshme emocionale. Mos jep informacion personal që mund të përdoret kundër teje. Mos u ndjej në faj për kufijtë. Përdor komunikim neutral, sa më pak emocion, aq më pak mundësi manipulimi. Dhe kujto, dashuria nuk matet me afërsi fizike, por me qetësinë që ndjen pranë tjetrit. Nëse pas çdo takimi me të ndihesh i zbrazur ose fajtor, diçka nuk është në balancë. Dhe kjo diçka nuk është tek ti, është tek dinamika. E dhjeta, kur ja vlen të distancohesh. Jo çdo marrëdhënie vllazërore mund të shpëtohet. Donjëherë duhet të pranosh që ndarja është e vetmja mënyrë për të ruajtur respektin. Nuk ke pse të shpjegosh gjithçka, as të kërkosh miratim për kufijtë e tu. Nëse çdo herë që afrohesh digjesh, është më e mençur të qëndrosh në hije, jo të faqësosh zjarrin. Distanca nuk është mungesë dashurie. Është mënyra më e butë për të mos e urryer. E 11-ta, të duash me sy hapur. Të dallosh qëllimet e vëllezërve dhe motrave, do të thotë të shohësh si armiq. Do të thotë të mos i idealizosh. Dashuria e vërtet familjare është kur dikush gëzohet realisht për ty. Pa u ndjerë më pak. Kur s'ka garë, s'ka krahasim, s'ka nevojë për rol heroik. Nëse ke një vëlla apo një motër që të respekton në heshtje, që të respekton kufit, që të kupton pa u përpjekur të drejtoj, mbaj afër, sepse rrallë gjënden të tillë. Të tjerët, lërë të jenë pjesë e familjes biologjike, jo jetës tënde emocionale. Në fund, nuk zgjedhim dot
kush na lind, por zgjedhim kë do të lejojmë të ndikoj në mendjen edhe në paqen tonë. Kjo është forma më e mençur e dashurisë vllazërore, ta shohësh tjetrin ashtu siç është, jo siç të kanë mësuar të besosh se duhet të jetë. Me qenë këto do të thosha në këtë video. Ju faleminderit për vëmendjen. Kush dëshiron mund të bëjë komentet e tij, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot jether pas here. Edhe në videon tjetër. Miru takofshi.